Në shkollën e mesme Zeflush Marku është organizuar turneu memorial në nderim të ish-drejtorit Faruk Zeqiri, një manifestim që këtë vit mbahet për të tretin vit me radhë. Ky aktivitet ka për qëllim ruajtjen e kujtimit dhe vlerave që Faruk Zeqiri i la pas gjatë veprimtarisë së tij arsimore, duke bashkuar nxënës, mësimdhënës dhe familjar në një frymë respekti dhe bashkëpunimi. Me një fjalë rasti, drejtori i shkollës Arben Mehmeti vlerësoi figurën dhe kontributin e ish-drejtorit Faruk Zeqiri, duke theksuar rolin e tij në zhvillimin e institucionit dhe në formimin e brezave të rinj. E nderuara familje Zeqiri, shumë të dashur nxënës, kolegë, të nderuar mysafir, sot jemi mbledhur këtu me respekt dhe ndërgjegjje mirënjohje për të përkujtuar një emër, një personalitet të veçantë në historinë e kujdesit të shkollës sonë, ishte drejtori Faruk Zeqiri. Ky turneu memorial që mbahet për vitin e tretë me radhë, nuk është thjesht një aktivitet tradicional, është ai një shenjë nderimi për një njeri që në punën, për kushtimin dhe vizionin e tij kontribuoi në formimin e brezave dhe në formimin e vlerave arsimore njerëzore. Emri i Faruk Zeqiri lidhet në përgjegjësi, korektësi dhe dashuri për shkollën, përmes manifestimit dhe ruajtjen e kujtimit e tij, i japin kuptim vazhdimtarisë së vlerave që ai përfaqëson. Në emër të institucionit që ai drejtoi në përkushtim, shpreh falënderim të veçantë familjes Zeqiri, si dhe mirënjohje për të gjithë ju që jeni sot këtu për të treguar këtë emër me respekt dhe dignitet. Qoftë një manifestim një dashuri koleshme e veprave dhe kontributi i njerëzve të tjerë që banorë. Në emër të familjes foli Muhamet Zeqiri, vëllai i të ndjerit, i cili falenderoi drejtuesit e shkollës dhe stafin arsimor për organizimin e turneut dhe për respektin e vazhdueshëm ndaj kujtimit të Faruk Zeqirit. Të nderuar pranishëm, i nderuar i drejtor Arben, të nderuar pranishëm, i nderuar i drejtor Arben, i nderuar stafi gjimnazit Zeflush Marku, të nderuar pranishëm, qëndroj para jush me emocione të veçantë për 30 vit me radhë, për familjen dhe për mua personalisht. Ky organizim ka domethënie të thellë. Faruku nuk e shihte shkollën vetëm si institucion arsimor, por e kishte si shtëpi të tij të dytë. Ai besonte se nxënësit nuk duhet vetëm të mësojnë, por të formohen si njerëz me karakter, përgjegjësi dhe respekt për njëri tjetrin. Për te sporti ishte pjesë e pandare e procesit edukativo arsimor, pasi që përmes sportit të rinjt mësojnë dhe se si të fitojnë me dignitet, por edhe humbjen të pranojnë me nder. Si vlla, Faruku ishte këshill dhe mbështetje. Si drejtor, ishte korrekt dhe mbështetje si për nxënësit, ashtu edhe për kolegët profesor. Por fal jush, emri i Farukut nuk do të mbetet vetëm kujtim, por shndrohet në traditë dhe vlerë të gjallë. Ky turne na kujton se njerëzit nuk jetojnë vetëm për aq sa marrin frymë, por për aq sa lënë gjuhë pas vete. Faruku besoj se ka lënë gjurmë të thella në këtë shkollë, por edhe në shumë zemra të rive. Në fund, më lejoni të them edhe disa fjalë nga zemra, kur e shohim këtë sallë të mbushur me të rinj dhe me pozitivitet, ju e bëni që Faruku të jetë i pranishëm mes nesh edhe sot. Ju falenderit gjithëve nga zemra për këtë organizim, për respektin dhe për kujtimin për Farukun. Zoti ju bekoftë. Ju falenderit. Ndërkohë, Hoxh Bekir Alimi në fjalën e tij theksoi rëndësinë e respektimit dhe kujtimit të njerëzve që kanë shërbyer me përkushtim në arsim dhe edukim, duke cilësuar këtë manifestim si një shembull të mirë të vlerave njerëzore dhe institucionale. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahun e madhreshëm e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht të gjithë neve na gëzon dhe na begaton. Dhe atë e falenderojmë që sot e tregojmë një mirënjohje dhe respekt për një figurë e cila i kalon gjurmët e veta të pashlyeshme në historinë e kësaj shkolle. Dhe para se të them disa fjalë, lut Allahun e madhreshëm që drejtorin Farukun, Allahu ta gëzon me mirësitë e tij në jetën e amshueshme, në jetën e pafund, në jetën e tij pas varrit, me xhenetin e tij të lartë, xhenetin Firdaus inshallah taala. E nderuara familja Zeqiri, të nderuar ju nxënës të pranishëm në këtë sallë që e bëni shumë madhështore këtë aktivitet tuaj. I nderuar staf i shkollës, i nderuar i drejtor, ne në këto momente kur e zhvillojmë këtë aktivitet, tregojmë mirënjohjen tonë për këtë figurë madhështore, e cila, siç e tha dhe drejtori, është bë emblematike e kësaj shkolle, sepse edukata jonë, të cilën e kemi marrë në prehun e prindërve tonë, edukata e cila është trashëguar brez pas brezi nga ajo që neve na mëson feja jonë madhështore, feja islame, është të jemi mirënjohës ndaj secilit që na e bën një të mirë. Edhe andaj mirënjohja ndaj njerëzve që na bëjnë të mirë, na bën neve madhështorë. E ngulit në neve kulturën, edukatën e mirënjohjes ndaj secilit që kontribon në zhvillimin tonë. Andaj ju si nxënës, përveç mirënjohjen tuaj që duhet ta keni për këtë drejtor i cili u bë madhështor në historinë e kësaj shkolle, duhet të jeni të vëmendshëm edhe të vetëdijshëm që mirënjohjet tuaja duhet të jenë për çdo profesor dhe arsimtar i cili ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm që ju si njerëz të fitoni një gradë të lartë në zhvillimin njerëzor, e ajo është të pajiseni me dituri dhe me shkencë. Njeriu të dashur nxënës, kam dëshirë që këtë porosi ta ndëgjoni me vëmendje edhe ta bëni moto të jetës suaj. Të dashur nxënës, ju të pranishëm në këtë sallë, edhe gjithë tjerët që janë në shkollat tona, fillore, të mesme dhe në universitetet tona, duhet të ndëgjoni me vëmendje këtë porosi. Vlera juaj si njerëz nuk mund të jetë e ngritur dhe avancuar në mungesë të diturisë dhe në mungesë të zhvillimit shkencor individual dhe kolektiv. Këto shkollat tona janë vendet më të mira ku secili prej jush janë ngritë vlerën vetvetes, përderisa e merr me seriozitet shkollimin e vet, i përkushtohet leximit dhe librave në lëndët e ndryshme dhe përgatitet për provimet me përgatitje dinjitoze. Dhe në fund vitit nuk ka nevojë për kokçarje, për kokdhimbje as ai, as prindi i vet, as profesor të shkollës, as kujdestari i klasës e as drejtoria në përgjithësi. Andaj, nëse doni të tregoni mirënjohje të vërtet ndaj profesorëve tuaj, të cilët sakrifikojnë kohën, vullnetin, energjinë, shëndetin e tyre që t'ju mësojnë juve, bëhuni më serioz në shkollimin, mësimin dhe leximin tuaj. Të dashur nxënës, janë 3 porosit shkurta që du t'i ndaj me ju. E para, kado që shkoni, kudo që mësoni, kudo që udhtoni, mos haroni se Allahun e keni me vete, edhe ati s'mund t'i bëni hile, lajka e mashtrime. Aje shef atë që e shfaqni dhe atë që e fshehni. Andaj vetdia se Allahu na shoqëron kudo që jemi, na bën të vëmendshëm, na bën të devotshëm, edhe na bën të dobishëm. E dyta,
krahas diturisë që e ngrit nivelin ton, është një pikë më rëndësi e cila na stolis dhe na zbukuron. Dhe ashtu sikur se të gjithë ju, një nga një kujdeseni për llukun tuaj, për dukjen e jashtme tuaj, secili mundohet që para se të vinë shkollë të zgjedh garderobën e vet, edhe të ketë make-upin e duhur për shkollën ku shkon, ma shumë se kjo duhet t'i japim rëndësi edukatës dhe sjelljes sonë. Ajo që e zbukuron çdo djalë dhe çdo vajzë, çdo student dhe çdo nxënës është edukata dhe sjellja e tij. Ajo jo vetëm ty që të zbukuron, po e ngrit lart pozitën e prindit tanë, sepse fëmijët zakonisht janë reflektim i edukatës shtëpiake të cilën e merr nga prindi i vet. Dhe andaj kujdesuni për këto vlera morale, për edukatën dhe sjelljen tuaj, kjo u ngrit pozitën juve vazhdimisht në jetën tuaj. Të dashur nxënës, ju të pranishëm në këtë sallë që me këtë organizim madhështor e tregoni këtë respekt për këtë figurë të madhe të kësaj shkolle, kuptojeni edhe një gjë, se ju jeni ardhmëria e këtij popullit dhe ardhmëria e këtij vendit, dhe gjithë ne edhe prindërit tanë, atë sakrificë të madhe që e kanë dhënë në zhvillimin tonë kombëtar dhe fetar në këto vende, do jetë i shkuar hoç nëse ju nuk e vazhdoni flamurin e zhvillimit tonë kombëtar dhe fetar në këto vende. Andaj, ruajeni me xhelozi. Në kuadër të këtij manifestimi, drejtori i shkollës ndau mirënjohje për familjen Zeqiri, si shenjë respekti dhe vlerësimi për veprën e ish-drejtorit Faruk Zeqiri. Mirënjohje u ndan gjithashtu edhe për Hoxh Bekir Alimi, profesorin Sehar Sadiku, profesorin Riton Selmani, profesor Idris Kurtishi dhe profesor Sead Sulejmani për kontributin dhe angazhimin e tyre në edukimin e brezave dhe në mbështetjen e aktiviteteve shkollore. Në shenjë vlerësimi për frymën sportive treguar gjatë turneu, mirënjohje u ndan edhe për nxënësit kapiten të ndeshjeve, të cilët u dalluan për korrektësi, leadership dhe respekt gjatë zhvillimit të garave sportive.
Manifestimi u mbyll me ndeshjen sportive mes nxënësve, të cilët u zhvilluan në një atmosferë miqësore dhe sportive, ku u ndan edhe mirënjohje speciale dhe medalje për nxënësit e turneut të klasës e 4A2 dhe fituesit e klasës e 2A3.